Troja Mandjuka është sot e ftuara ime në rubrikën e magjekeve të vegjël. Mirë se erdhe Troja. Faleminderit, përshëndetje. Përshëndetje shpirt, faleminderit ty që ke ardhur në emisionin Familja Jonë edhe në rubrikën e magjekeve të vegjël. Mu më kanë thënë familjarët e to që i ki pasionet kryesisht rreth artit. Po. Ti je 11 vjeçare. Po. Je në cilën klasë? Në klasën e 6. Klasën e 6, para se me dalë të arti, po du me ndalë të pjesa e shkollës. Po. Prej klasës parë deri në 6-ën, cila ka qenë ajo lënda kryesore që ke ndjek me shumë dashni? Pra gjithmonë ka pëlqy arti, po edhe historia. A dhe historia, dhe më thonë. A mundesh me ma bo këtë diferencën se arti dhe historia nuk është që s'kanë të përbashkëta, kanë shumë të përbashkëta. Po, pra mua më pëlqen historia sepse më duket se më konë histori të ndryshme edhe që kanë ndodhur për një me më duket shumë interesant. Edhe i kom pikturu edhe do piktura që kanë me bërë me historinë.